Prej muajsh është ndërhyrë për riparimin e rrugës së Koplikëve në lagjen Daniel Matlia në Shkodër, por qytetërisht punimet nuk vijuan më. Në disa segmente asfalti është prerë, pusetat janë të dëmtuara dhe hapësirat mes pallateve janë të mbushura me gropa dhe ujë. Kjo është pamja që do ofrohet në këtë blok banimi, ku dëmtimet kryesore janë shkaktuar nga ndërhyrjet e ndërmarrjes ujësjellësit dhe kompanive të tjera, të cilat kryen punën e tyre, por nuk riparuan gropat që hapen në rrugë. Kjo gjendje është arsyeja pse qytetarët kërkojnë ndërhyrjen për riparimin e rrugës, pasi gjatë dimrit krijohen vështirësi të mëdha në lëvizje. Shumë e keqe. Me gropa vini hapin, nuk i mbyllin më këta ujësjellës ose elektriku, nuk i di mirë kush e ka bërë këta punë. Ishte kena meti shumë. E kanë lënë njështë, e kanë kry punë me kanalizim, e kanë lënë pa asfaltu. Kërkesa do ne mirë mojtë të mirë me këtë rrugë. Pa hikon keq. Po ne prish edhe makinat në për gropa. Ndërkohë edhe rruga që lidh qendrën shëndetësore numër 2 në këtë zonë në rrugën kryesore ka degraduar në gjithë gjatësinë e saj. Edhe ky segment është mjaft i qarkulluar nga të gjitha moshat që marrin shërbimin në qendrën shëndetësore, por edhe banorët e tjerë të bllokut. Ata shprehen se është e pajustifikueshme që një segment kaq i shkurtër të lihet në këtë gjendje. E nevojshme është. Është shumë e nevojshme. Që ta bëjnë këtë rrugë. Këtë rrugë janë shumë rruga për faqen se po bilet pak të një këtë rrugën të qendra shëndetësore. Po kërkesa është në qoftë se ka mundësi me arë me rregullu këtë rrugë, në qoftë se ka mundësi kurse. Shqetësimi i qytetarëve lidhet me faktin se tashmë kemi hyrë në periudhën e rreshjeve të shiut, ku brenda pak orësh kjo zonë përmbytet nga uji, ndaj kërkojnë Bashkisë së Shkodrës të ndërhyjë sa më parë për këtë gjendje.